Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pra, vëllezër të ndershëm, sot do flasim për një temë ose për një problematik ose normal, kësaj i thojmë zakonisht ders pra ligjërat. E thonë të njohuar plak kur prezentoni më për ligjërat ata, i thojtë kjo nuk është ders, por se kjo është dert. Pra ta hekëm një dert, ose ta qajmë një dert, ose ta diskutojmë një dert, ose një breng me të cilën çdo besimtar ballafaqohet, një problematik me të cilën çdo besimtar ballafaqohet në jetën e tij të përditshme. Pra ne si musliman e kemi parasysh se imani, pra besimi është diçka e cila shtohet edhe paksohet. Pra shtohet me vepra të mira edhe paksohet me vepra të këqija, pra me gjunahe. Edhe shtimi edhe paksimi i imanit, pra çdo herë sillin me vete beneficione, pra shtimi i imanit sill beneficione për vepruesin e veprave të mira. Nga ana tjetër, veprimi i gjunaheve sill musibete, fatkeqësi, probleme edhe shumë gjëra të tjera. Pra, çdo njeri i cili është sprovuar në imanin e tij, mirë po çdo njeri realisht sprovohet në iman. Ndonjëherë ndjen veten e vet se është me iman shumë fort. Edhe kjo shihet në atë se sa ki ka vullnet për ibadet, për adhurime, kështu me radhë. Ndërsa nga ana tjetër, ndonjëherë njeriu ndjen dobësi, plagështi për adhurime. Ndonjëherë ndjen dembeli pra për ibadete. Mirë po, kur flasim ne për sprovat në iman, pra ka për njerëzve të cilët janë sprovuar në imanin e tyre, janë sprovuar me iman të dobët, ose edhe ma keq, ka njerëz të cilët janë sprovuar edhe me mungesë të plotë të imanit, pra nuk ka iman as pak, ose dikur ka pat, edhe o sprovuar çka sot pra nuk është prej besimtarve. Për shkak të thellimeve të cilët njeriu i bën në gjunahe, pra thellohet në ndonjë gjuna, prej gjunaheve. Ose ka varësi prej ndonjë gjunahi. Edhe prej kësaj varësia ai domethënë detyrohet ose detyron epshi i vet, pasionet e veta, e detyrojnë që ki ta bëja gjuna, të pendohet sërish prap t'i kthehet, domethënë kjo e heton edhe në veten e vet se ka krijuar një farë varësie në zemrën e tij prej atij gjunahit. Mirë po, këta gjunahe e verbrojnë zemrën. Pra e pengojnë zemrën që t'i njeh realitet sendet ashtu sikur se janë realitet. Pra gjunahet e verbrojnë zemrën, e qorojnë. Po ashtu edhe i zhdukin mirësit. Pra nëse Allahu i ka dhënë një mirësi dikujt, bëhen shkak gjunahe që Allahu ja merr atë mirësi. Ose nga ana tjetër, mirësi një zëvendëson me ndonjë fatkeqësi ose me ndonjë musibet. Ndërsa fatkeqësi më të madhe me të cilën njeriu mund ballafaqohet nuk është humbje pasurisë ose diçka prej kësaj dunjoje. Musibeti, fatkeqësia më e madhe është që njeriu ta humbet dinin e vet. Që njeriu të sprovohet me vrasësi të zemrës, që njeriu të sprovohet me ngurtësi të zemrës vet. Thot njëri prej dietarëve të hershëm, Sejt ibn Musayyib, thot nuk e ka nderuar njeriu veten e vet me diçka më të mirë se sa me vepra të mira. Edhe nuk e kanë nënshmuar veten e vet me ndonjë nënshmim më të madh se sa gjunahi. Pra vepra e mirë është nder. Pra kur njeriu e bën një vepër të mirë, ti ndoshta i ke bën ndonjë vepër të mirë ndaj dikujt. Mirë po, mas pari i ke bën edhe vetes tënd nder. E ke nderuar veten tënd. Ndërsa me gjunah e ke nënvlerësuar edhe e ke nënshmuar veten tënde. Pra ky gjunah, ky haram, kjo ndalese Allahu xhelalu ala ndonjëherë e verbron zemrën e njeriut, edhe e pengon njeriu që t'i sheh sendet ashtu sikur se janë në realitet. Ose për shembull e bën që njeriu t'i përmbiset ai kandari ose peshoja e njohjes së sendeve. E mira i duket e keqe i duket e mirë. E mira i duket degenerim, degenerimi i duket përparim ose diçka tjetër. Pra ka edhe kësi lloje të njerëzve. Mirë po, të gjitha ato të cilët i kanë mundur epshet e tyre, pasionet e tyre, ose më thonë ndryshe, për të gjitha ata të cilët rebelohen ndaj Zotit vet.
Pra ndonjëherë njeriu rebelohet me fjalë ndaj Zotit vet. Eudhu billah, Allahu na rujt. Pra rebelohet me fjalë ndaj Zotit vet. Ndonjëherë nuk ka guxim të rebelohet për shkak të rrethit çka e ka për rreth. Mirë po nuk rebelohet me fjalë, mirë po rebelohet me vepra. Me mosbindje ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Pra rebelimi i iblisit çka ishte? E refuzoi një urdhër të Allahut subhanahu wa taala. Bani mendje madhësi edhe e refuzoi një urdhër të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është rebelim. Pra kjo është rebelim i pastër. Edhe shumë prej njerëzve s'marrin guxim thonë unë rebelohem ndaj Zotit, mirë po realisht veprat, mosbindja e tij ndaj Zotit vet, ndaj krijuesit vet, padyshim se kjo është rebelim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka prej atyre të cilët formën e rebelimit madje edhe e përhapin. E bën, me thënë një haram, edhe krenohet me atë haram. E bën një haram edhe e publikon atë haram. E sidomos tash jemi në kohën e teknologjisë edhe internetit, ku ekzistojnë rrjete sociale, ku secili prej njerëzve, thojnë të ne në Tetov, i rrepti edhe i shkepti ka sot rrjete sociale. Ka rrjete sociale ku ka mundësi ti postoj budallakijat e veta. Ma para s'ka pat mimber, s'ka pat platform, shumë prej njerëzve nuk kanë pat platform ta jape mendimin e vet. Ose ta ndëgjoje dikush. Sot i ka një 200 shok, ose 500, ose 5000 shok, e ka platformën, edhe ka mundësi ta lansoje pra mendimin e vet, rebelimin e vet, ose ta postoje çka? Ta postoje edhe gjunain e vet. Sa për njerëzve sot e bën gjunain natën edhe e poston ditën. E bën gjunain edhe e poston përpara miliona njerëzve. Pse? Thonë kjo është rebelim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është rebelim ndaj Allahut xhallahu ala. Nuk ka s'mund të thonë definohet diçka tjetër. Pra krenohet me atë gjuna. E bën gjunahin edhe ndjehet krenar, edhe ndjehet mendje madh. Mandje edhe shet çallon përpara njerëzve të tjerë, shife sa unë çka kam bën. Ulet në tavolinë me alkool. Në shtëpinë e vet jo, s'merr guximin. Mirë po çka? Se në shtëpinë e vet e ka haxhi në shtëpi, e ka nanën edhe gjyshen, të cilët janë prej atyre njerëzve ndoshta, të cilët urdhrojnë për të mirën dhe ndarojnë për të keqes. Jo, del me shok edhe e poston një haram, edhe e plason, me thonë e shfaqen haramin publik. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Gjithë ummeti im është i falur përpos atyre çka i publikojnë gjunahet e veta. E bën gjunain edhe e publikon. Pra ky lloj njerëzve nuk falen prej anës Allahut xhallahu ala. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa laqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal-ins." Edhe ne e krijuam xhenemin për shumë prej gjinëve edhe prej njerëzve. E kemi krijuar për to, për gjinët edhe për njerëzit. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kanë zemra me të cilën s'kuptojnë. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Edhe kanë sy me të cilët nuk shohin. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Edhe kanë vesh me të cilat ata nuk ndëgjojnë. Ulaika kal an'am bal hum adall. Të tillët janë sigur se kafshët, bile ende më të devijuar se sa kafshët. Ende më në humbje se sa kafshët. Pra Allah subhanahu wa taala thot, e kemi krijuar këtë xhehenem li kathirin min al-jinni wal-ins. Por shumë prej këta njerëzve edhe xhinëve. Cilët janë këta? Allah i ka treguar cilësitë atyre. Thot kanë zemra me të cilat ata nuk logjikojnë. Pra pse është përmendur zemra dhe nuk është përmendur mendja? Pra është përmendur zemra, është përmendur mendja. Për arsye se shumë prej njerëzve edhe dietarët e psikologjisë kanë përmendur këtë si çështje, ndoshta pak largohen pak prej teme, e kanë përmendur dhe kanë thënë se zemra është ajo e cila i dallon në përgjithësi sendet. E ke pa për shembull kur dikush thot ma do zemra këtë gjë ose s'ma do zemra filani. Nuk thot s'ma do mendja, thot zemra. Pse? E ka kriter zemrën për njohjen e diçkaje ose për njohjen e një fenomeni ose njeri. Pra zemra e tij, pra thot nuk ja do. Ndërsa Allahu e ka përmend, nuk ka thonë mendja e tij. Thot nuk ka në zemra me të cilat ato logjikojnë. Për arsye se mendja ose truri është një depo në të cilën se mund të themi depo ku, më thënë, ku deponohen ose depozitohen ato informata të cilat njeriu i ka. Ndërsa zemra është ajo e cila e bën, si me thënë, atë filtrimin e sendeve. Pra Allahu thot, kanë zemra me të cilat ata nuk logjikojnë, kanë sy me të cilat nuk shohën. Pra i ka syt e bukur,
Mirë po nuk sheh me ato. Nuk e sheh të vërtetën. E ka përpara vetes vet, nuk e sheh. Edhe ndëgjojnë të vërtetën, jo se nuk e ndëgjojnë. Vazhdimisht, 5 herë në ditë, në gjitha anët rreth ezanit. Nuk e ndëgjojnë ezanin. Nuk e ndëgjon. Nuk është çështja a e ndëgjova se ndëgjova. Punë është a ju përgjigja me namaz apo nuk ju përgjigja. Kjo është pra çështja. Pra, kjo është mesazh për të gjithë ne, sidomos për ata të cilët Allah subhanahu i ka zgjedhur edhe ata që bën sakrificë që të jenë në këtë anijen e shpëtimit. Pra anija e Islamit është anija e shpëtimit. Pra kush hipën, prandaj e thot Imam Maliku, sunneti pra është ose i ngjan sikur se anijes së Nuhit alayhis salam. Pra kush hipën në ato, shpëton. Kush nuk hipën këtë anije, pra dështon. Edhe çdo njeri prej neve, të cilit Allahu ja ka mundsuar që të falë namaz, që të jetë prej atyre njerëzve të cilët e duan Allahun, e duan edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe këtë edhe dëshmojnë në veprat e tyre, pra ti shpëtojmë edhe të mundohemi që të japim atë sakrificën tonë, që ti shpëtojmë ata të cilët janë të devijuar, secili prej nesh ta jep atë kontributin atë sa ka mundësi, me ato mundësitë e veta, dikush me gojen e tij, dikush me reputacionin e tij, dikush me në aspektin material kështu me radhë. Me thonë, ata njerëz të cilët janë larguar prej dinit të Allahut, janë larguar prej fesë së Allahut, të mundohemi ne edhe të ndjejmë, me thonë, në zemrën tonë keqardhje dhe mërzi dhe breng për njerëz të tillë. Pse ato mos jenë me ne? Pse mos e ndajmë një mirësi që e kemi ne? Pse mos e ndajmë këtë Islam i cili është aq i gjerë? Pse mos e ndajmë edhe me ato njerëz tjerë? Pra tu duam edhe hajrin e atyre të cilët janë larg dinit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Të mëshirshmit do t'i mëshirojë Rahmani, pra të mëshirshmit do t'i mëshirojë Allahu subhanahu wa taala. Pra si kanë hallet ata të cilët janë thelluar në gjunahe, që i ka mundur epshi dhe të cilët ndoshta disa prej tyre e kanë humbur imanin plotësisht, ose ata të cilëve ju është dobësuar edhe imani i tyre. Pra, një prej cilësive të tyre ose veçorive të tyre ose si mund ta njeh njeriu një njeri të tillë është, pra tek ata nuk ka dallim mes natës edhe ditës. Ka ata e kanë krejt rafsh. Pra ata në jetën e tyre nuk ekziston diçka e cila e ka emrin frikë për Allahu xhelalu ala, shpresë te Allahu, dashurinë ndaj Allahut, dashurinë ndaj namazit. E ke pa besimtari gjatë ditës, besimtari i cili është bërë namazi pjesë e jetës tij, gjatë ditës edhe natës. Çdo gjë ose shumica e sendeve gjatë ditës, rutinën ditore çka e ka, punën ditore, me thonë e llogariten kur ka me fal namazin, kur do e përfundoj drekën, kur do e përfundoj qindin, para qindis, mbas qindie, para akşamit, mbas akşamit. Krejt jeta e tij pra çka e ka, me thonë, si një hartë për veprimtarinë e tij të përditshme, namazin e ka si një hartë kohore, e cila me thonë e drejton në rrugën e drejtë. Mirë po thot Allahu xhelalu ala: "Istahwadha alehim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah." I mashtroi ato shejtani dhe i bëri që ta harrojnë dhikrin e Allahut, i bëri që ta harrojnë përmendjen e Allahut, që ta harrojnë fenë e Allahut subhanahu taala. I mashtroi shejtani. Pra, i mashtroi me çka? Me shumë prej sendeve të kësaj dunjës, me epshe, me lezetet të kësaj dunjës, me pasione të ndryshme, pas të cilëve shumë prej njerëzve pra jepen. Pra i shef këta njerëz të tillë se si qëndrojnë përpara ekraneve televizive me orë të tëra, as pak nuk bezdiset. Rrin në ekran televiziv gjithë ditën nuk e ka problem. Rrin përpara ekranit të telefonit me orë të tëra nuk bezdiset as pak. Ose rrin në tribinat e stadiumit me orë të tëra nuk bezdiset as pak. Pse? Ndjen kënaqësinë ato. Mirë po, nëse i thua 5 vakt namaz, 5 minuta. Fale 5 minuta vetëm farzin, çka? Ka me gjetë 100 arsyetime. 5 minuta namazin. Nga ana tjetër, përpara televizorit, ose në sport, ose në diçka tjetër, nuk ndjen bezdi, nuk ndjen mërzi. E bën me vullnet. Mirë po për namaz ti numëron edhe sekondat. Edhe sekondat ti numëron. Sejdën e zgjati 10 sekonda më tepër. Rukun e zgjati pak më tepër. Me thonë krejt çka i duket shumë mirë po puna se orë të tëra kalon në muzika, ose kalon në harame, ose kalon në për darsma 7-8 orë, ose pa marrë parasysh në ndeshje futbollistike ka 2-3 orë, nuk e ka kur far brenge, pra ndjen kënaqësinë ato. Ndërsa Allah subhanahu wa taala besimtarët nga ana tjetër i lavdroi. Edhe çka tha? Tha: "Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana."
ata pra i shef në ruku edhe në sejdë luten për mirësitë e Allahut, edhe të cilët e dëshirojnë mirësitë e Allahut edhe kënaqësinë e Atij. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, në fytyrat e tyre i sheh shenjat e sejdës. Dërsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, punoni sa të punoni, mirë po dijeni se vepra më e mirë është namazi. Pra vepra më e mirë, të cilën e bën njeriu, është namazi. Pa marrë parasysh ke qenë bamirës ndaj dikujt, ke vepruar në një vepër, vepra më e mirë mbi të gjitha veprat pra është namazi. Namazi është edhe kënaqësia e zemrës së besimtarit. Ishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur shqetësohej për ndonjë gjë në jetën e tij të përditshme. Prej brengave të kësaj dunjoje, burr shteti, i dërguari Allahu mbi të gjitha. Mirë po çka? Kur brengosej diçka, thot Aisha radhiyallahu anha, shkonte për namaz, u ngut dhe shkonte falte namaz. Çka i thonte Bilalit? Erihna biha ya Bilal. Na rahato Bilal tash. Thirrë i kametin të falim namaz, të ndjem kënaqësi, të kënaqemi me namazin ton, të rahatona, ti lëm brengat edhe gajlet edhe muhabetet edhe provimet edhe punat edhe sen, ti lëm as shpinet, 5 minuta, 10 minuta ta falim namazin, ndjem kënaqësinë zemrat tona. Pra lidhshmëri e cila është mes robit edhe mes Allahut xhallahu ala. Për shenjave të devijuarve është se kohën e kalon në sende të kota, në lojë, edhe në mahi, në muzikë, edhe në mëkate, edhe në harame të ndryshme. Pra, nëse e sheh ato, i njeh shumë mirë këngëtarët, i njeh artistët, sportistët. Jo vetëm ato, e din ka e ka bashkëshorte, sa fëmijë i ka, çfarë moshe ato janë, çfarë puna ato punojnë, krejt informatat e artistëve, këngëtarëve, sportistëve i din. Ndërsa nëse i thuash, më tregonja 5 gjëra çka i din për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe për jetën e tij. Ose mi tregonja 3 sahabe të pejgamberit me emra edhe me mbiemra të tyre. 3 sahabe, jo më shumë. Çka din? Çka ka me thonë? A ka përgjigje apo jo? S'ka përgjigje. Pse? Për arsye se nuk, më thon, njeriu mëson rreth diçkaje të cilën zemra ja don. E don filan këngëtarin ose sportistin edhe ja mëson jetën e atij, shumë thjesht. Edhe ne mu mos e mashtrojmë veten tonë. Atë sa e duam Allahun xhallahu ala, aq edhe përmendim. Atë sa e duam Allahun, aq e lexojmë librin e atij. Shumë kriteri thjesht për ta hetuar. Prandaj, për atyre ka të cilët lexon nuk i mërzitet ose nuk brengoset që lexon lajme me orë të tëra në telefon. Mirë po me i thonë ta lexoj një faqe Kur'an, ti gjen 100 arsye mos me lexu, jo s'di, jo jam plak, jo nuk shoh mirë, jo vjen xhumi, jo ajo jo kjo, më thon, gjen lloj-lloj arsye për mos me lexu. Ju rënqethet lëkura prej muzikës, nuk ju rënqethet lëkura prej leximit të Kuranit. Pra kjo është pra një problematik pra në veti. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala na ka treguar, ku thot Allahu xhallahu ala, "Wastafzis man istata'ta minhum bi sawtika wajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika washarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura." Pra Allahu xhallahu ala i tha shejtanit, edhe ti përfito prej atyre, bëri ka veti, këtë mundish, sa të mundish prej tyre, cilin të mundish prej tyre, me zërin tënd, me kalorësin tënde, edhe me këmbësorin tënde. Wa sharikum fil amwali wal aulad, edhe bën pjesë te pasuria e tyre, edhe te evladi i tyre, te fëmijët e tyre. Wa'idhum, edhe premtohu atyre, jepu premtime. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura, ndërsa shejtani nuk premton përveç se mashtrime. Shive, Allahu xhallahu ala i tha shejtan, ti përfito sa të mundish prej atyre. Mirë po, robrit e sinqert të Allahu xhallahu ala s'ka mundësi që shejtani pra të merr fuqi të plot, pra për mbi ata mund dikoj. Mirë po s'mund të merr, më thon, kontroll të plot mbi besimtarin. Pra me zërin tënd i thot shejtani, përfitoj me zërin tënd. Me zërin tënd, me këmbësorin edhe me kalorësin tënde. Edhe merr pjesë në çka? Merr pjesë në pasurinë e tyre dhe në evladin e tyre. Pra sa e sa njerëz ka sot krenohen me pasurinë që ka e kanë, mirë po shejtani është pjesëmarrës në pasurinë e tyre. Si është pjesëmarrës? Pjesëmarrës është sepse mënyra e fitimit të asaj pasurie është mënyrë haram. Ose me kamat, ose me grabitje, ose me ndonjë punë e cila është haram e kështu me radhë. E sa prej tyre janë të cilët janë fëmijë të zinas, fëmijë të amoralitetit, fëmijë të cilët i kanë devijuar që në vegjëli të vogël,
i kanë devijuar me ideologji, i kanë infektuar me ideologji të ndryshme degeneruese. Pra edhe shejtani pra merr pjesë, pra në pasurinë e tyre, edhe tek evladi i tyre, edhe thot më në fund, uidhum, edhe jep u premtime. Sa për shembull ka për kësaj estradës që janë filmike ose muzikore internacionale, të cilët thonë e kom shit shpirtin. Ka për atyre, shumë këngëtar dalin publikisht, thonë e kom shit shpirtin, shejtanit. Për çka? Për të arritur pare, për të arritur reputacion, për të plasuar kënga edhe filmi i tyre e kështu me radhë. Edhe këto nuk janë diçka e cila fshihet, janë sende të cilat janë publike. Pra nuk kanë turp që t'i bëjnë publike, mirë po sërish çka bëjnë njerëzit? Sërish duar trokitje, sërish fotografitë e tyre në për wallpaper në telefon, sërish fotografitë e tyre në për majica e kështu me radhë. Ndërsa plagët e umetit janë përgjakura gjithandej. Duke nisur prej Gaza, umeti është i plagosur. Është i plagosur edhe në Turkistanin lindor, mbi 2 milion musliman vuajnë nëpër burgjet e komunistëve. Në shumë vende muslimanët pra janë të përdjekuri, edhe si mund që një besimtar të rije rahat edhe të dëgjojë muzikë, të beret flene me muzikë edhe zgjohet me muzikë. Gjithë ato plagi ka umeti. A nuk ndjejmë pak keqardhje? Që t'i bëjmë gjuna Allahu xhelalu ala. A nuk ndjejmë pak keqardhje ta veprojmë një gjuna të tillë? Ndërsa Allahu xhelalu ala, padyshim se gjithë do dalin përpara Allahut, edhe secili prej neve ka me dhënë llogari, qoftë për veprën e vogël ose për ndonjë vepër më të madhe. Prej shenjave të devijuarve është dhënia ekstreme ndaj modës, ndaj frizurave, ndaj teshave të cilët vazhdimisht dalin. Pra jepet maksimum mbas asaj çka është trend shoqëror. Pra trendi shoqëror e ndjekën. Sot ka dalë diçka ose ndonjë frizurë ose ndonjë formë e veshjes ose e modës e ndjek. Qoftë prej burrave ose prej grave. Ndërsa ndjekja ekstreme pra nuk është prej shenjave pra të besimtarit. Ndërsa Allahu xhelalu ala ka përmendur edhe i ka cilësuar munafiqët edhe ka thënë: "Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum." Nëse ti i sheh të mahnitën trupi i tyre. "Wa in yaqulu tasma' li qawlihim." Kur flasin të mahnitin me fjalët e tyre. Ka shumë njerëz që kanë fjalët e ëmbla, fjalët e bukura, ndërsa veprat i kanë pra në hall. Prandaj është një gjë, pa marrë parasysh se cilin prej gjunaheve e vepron njeriu. Madje për sa i përket gjunaheve edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pasur prej sahabëve të cilët normal kanë rënë gjunahe. Madje sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë zemër pastër edhe të çiltër. Edhe kanë qenë transparent me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka një rinist te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thonë: "Idhin li bi zina ya Rasulullah." Mi jep leje që të veproj zina, amoralitet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thret, afro. Edhe ja pyet, ja parashton një pyetje, edhe i thot: "A je i kënaqur që dikush ta veproj këtë vepër me nanën tënde?" Thot: "Jo, i dërguari i Allahut." Po edhe ajo është nanë e dikujt. A je i kënaqur që dikush ta veproj këtë me tezën tënde, me hallën tënde, me motrën tënde? Krejt përgjigjen negative. Pra edhe ajo është hallë e dikujt, ose është motrë e dikujt, ose është tezë e dikujt, e kështu me radhë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja vendon dorën e tij në gjoksin e tij edhe thot: "Falja gjunahet, pastruja zemrën, edhe ruaje pra këtë personin prej amoralitetit." Edhe thot ki sahabiu, pra këtë dua ka bënë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, edhe duaja pejgamberike pranohet. Edhe thot wallahi ki sahabiu thot: "Zinaja, amoraliteti ka qenë gjëja çka mas shumë ti e urrej prej krejt gjunave." Pra shumë prej gjunave e urrej, mirë po amoraliteti preja ditë mosh bërë vepër e urrejtur. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Allahu subhanahu wa taala thot në surën Al-Hujurat, por se Allahu e bëri imanin të dashur në zemrat e juaja. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Edhe e bëri të urrejtur për ju kufrin, gjunahin, fiskin, edhe mosbindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra imani është i dashur, ibadeti është i dashur për besimtarin dhe gjunahet, haramet pra janë të urrejtura pra janë së besimtarit. Kur jemi te amoraliteti dhe të zinaja, thot Allahu xhelalu ala: "Wala taqrabu zina", edhe mos ju afroni zinas. Mos ju afroni se sikur se të afrohesh, ke me ran. Merri ato masat, merri preventivën për sa i përket amoralitetit, zinas. Mos u afro te zinaja sepse ka shumë gjasa të mëdha që të bihesh në të. Ndërsa thot Allahu xhelalu ala: "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Edhe ai
i cili friksohet qëndrimit përpara Zotit vet, i ka di xhennete, di kopshte. Se në esencë xhennet fjala në gjuhën arabe është kopsht. Mirë po ka, më thënë, tefsira të ndryshme, komente të ndryshme rreth këtij ajeti. Dhe ai i cili friksohet qëndrimit përpara Zotit vet, i ka di xhenete. Ebu Dardaja, sahabiu i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë dëgjuar këtë ajetin i ka thënë: "Wa in zana wa in saraqa", o i dërguari i Allahut. Pra, ka me i pa dy xhenete edhe nëse vjedh edhe bën zina? Pejgamberi thot, po, wa in zana wa in saraqa. Po, edhe nëse vjedh edhe nëse bën zina. Sërish Ebu Dardai thot: "Wa in zana wa in saraqa", edhe nëse vjedh edhe bën zina? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sërish ja kthen: "Po, për inat Ebu Dardas, edhe nëse vjedh, edhe nëse bën zina." Prandaj, për sa i përket zinas, vjedhjes, ose pa marrë parasysh cili gjuna, besimtari gjithmonë do të qëndroj mes frigës edhe mes shpresës. Pra mos i humb shpresat prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala, por as mos bëhet prej atyre të cilët krejt janë krejt shpresë, as ska as pak frikë, ose prej atyre të cilët nuk friksohen e kështu me radhë. Prej shenjave të devijuarve është se ata kur nuk kanë qetësi edhe rahati edhe paqe. Kur njerë s'ka. Edhe për këtë na ka treguar krijuesi jon, i cili na njeh neve më mirë se sa çka na njohëm veten ton. Thot: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dhe ata, të cilët besuan dhe nuk e përzihen imanin e tyre me zullum, do të thonë me shirk, këto është për qëllim zullumi, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Për të tillët ka paqe, siguri, edhe të tillët janë të udhëzuar. Për një besimtar i cili nuk e përzihen imanin e vet me shirk, me besime të kota, pra ai e ka zemrën e rahatshme, pa marrë parasysh çfarë musibeti, çfarë fatkeqësie e madhe. Me rëndësi jo mos e përzi imanin tim me shirk ndaj Allahut xhalla wala. Ndërsa Allahu thot me një ajet tjetër: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka", ajeti frikshëm, shumë i frikshëm. Kush largohet prej fesë time, ai ka me pat jetë të vështirë. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Edhe kemi me ringjallën ditën e kiametit të verbër. Qala rabbi lima hashartani wa qad kuntu basira. Ai njeriu na ditë thot: "O Zoti im, pse më ringjalle të verbër kur unë isha që shifsha në këtë dunja?" Thot Allahu xhallahu ala: "Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa." Kësisoj edhe ti të erdhën ajetet tona, edhe i harove, edhe ne sot ti të harojmë. Pra ringjallën njeriu duke qenë pra të kapa njëtën e kësaj dunjaje, ndërsa ringjallën në ditën e kiametit pra i verbër. Pra e shohin të vërtetën edhe nuk e ndjekin, ndëgjojnë këshilla, nuk marrin mësim. Përcjellin xhenaze dhe xhenaze, të afërmve dhe të largëve, të shokëve dhe të shoqeve. Përcjellin xhenaze, mirë po nuk marrën mësim prej asaj. Pra thiren për në udhëzim edhe nuk i përgjigjen udhëzimit të Allahut xhallahu ala. Pra kur dikush pendohet prej tyre, pra kemi pa, çdo njëri prej neve ka pat atë shoqërinë e afërt edhe shoqërinë e largët. Nëse ndonjëri ka pat një shoqëri e cila nuk ka qenë bash si duhet në rrugë, ose ka qenë e devijuar, edhe njëri prej atyre udhëzohet. Çka i thon shokët e vet? Ku bën e fetar mo? Edhe ti ka mbet. Mos u bën besi ato, mos u bën si këto. Edhe namaza, 5 ditë të falnja. 5 qa ati i duket si me ashtu edhe një 10 mbas. 500 i duket. Edhe 5 ditë do falesha. A e the do agjërosh 30 dita. A do rish unë 30 ditë, nuk thot a do agjërosh. 30 ditë do rish pa buka. Fillojnë pra çka? Fillojnë ta luftojnë, ose asi luftë mediatike, nëse mund ta quaj. Me thon çka? I vërsulen krejt shoshnia, i vërsulen krejt rrethi. Pse ta bësh kët, pse nuk e veprosh kët haramin, po ti gjithmonë ke kanë me ne. Pastaj shkojnë edhe në fazë tjetër, çka? Ja kujtojnë haramet të cilët i ka bë bashkë me ato më herët. Edhe ti e bojshe me një vakët kët me ne. Edhe ti e bojshe kët haram. Pra ja kujtojnë haramet për të cilëve ki ka hek dorë. Pra çka? E bëjnë punën e shejtanit. Vend që ta boje iblisi edhe ushtarët e iblisit, ka gjetë iblisi edhe ushtarët cilët janë prej njerëzve. E bëjnë punën e iblisit. Pra, disa të tjerë i thujnë çka? I thujnë abelinese, edhe ja disa javë, dhe që edhe ja disa muj, nuk di që e gjatë këti. Ne ta provoj edhe këtë.
Pra çka mundohen që të ndalin prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Pra thot Allahu xhallahu ala: "Wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Dhe ai çka largohet prej fesë Allahut, prej dinit Allahut, prej përmendjes Allahut, prej dhikrit të Rahmanit, nuqayyid lahu shaytan, ne ati do t'ja veshim ose do t'ja ngjesim afër një shejtan, i cili ka me qenë shoqërues ti, ka me qenë qarini ti. Fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduna 'ani s-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dhe ata pra ndalojnë prej rrugës Allahut, mirë po mendojnë se ende janë të udhëzuar. Pra Allahu xhallahu ala ka përmendur se kur njeriu devion, ka me pas edhe me veti një karin i cili gjithmonë ka me qenë shoqëruesi i atij pra në veprat e tij. Dërsa thot Allahu po ashtu në një ajet tjetër: "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Pra për jo besimtarët thot, dhe ata jo besimtarët dëshirojnë që ju të bëni kufër si ata edhe të bëheni të barabartë. Pra të bëheni të barabartë sikur se ata, edhe shumë prej të rive, të cilët e kanë rrethin e prishur, rrethin e shoqërisë. Pra ballafaqohen me sulme prej shoqërisë të mëhershme, me dyshime të ndryshme, me thirrjen harame e kështu me radhë. Pra dëshirojnë ata që sërish të bëhen sikur se ata. Ata nuk e duan udhëzimin. Nuk duan që të jenë robër të Allahut. Ata janë, domethënë, robër gjithkujt tjetër përveç robër të Allahut. Robi i epsheve, lezeteve, pareve e kështu me radhë. Thot Allahu xhallahu ala: "Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Ata cilët kanë bërë kufër e japin pasurinë e tyre që ndalin prej rrugës së Allahut. Fa sayunfiquna thumma takunu alayhim hasra. Ata do japin atë, mirë pa ja ka më u bë hasretlëk për ato, ka më u bë dënim për ato. Japin pare për çka? Sa e sa të ri e kanë marrë drogën, kanë filluar ta marrin drogën çka? Herët e para është gratis. E merr drogën fillim gratis. Birën e parë ki gratis. Hyrjen diskotek herën e parë ki gratis. Pra krejt janë fillim gratis. Pastaj paguhet ajo, pra paguhet shumë fish. Mirë po, kjo gratis i dikush e pagun. Pra ata të cilët bëjnë kufër, japin pasurinë e tyre, paranë e tyre për të ndalur prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa yawma yu'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidh fulanan khalila." Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Pra në atë ditë njeriu thot, zullumqari thot, kthehet pra në atë ditë. Thot, oj mirë jun, sikur ta kisha marr rrugën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sikur ta kisha marr rrugën e të dërguarit Allahut. Ja waylata lam attakhidh fulanan khalila. Ah mirë jun, sikur mos e kisha bën khalil të afërt filanin. Ja waylata lam attakhidh fulanan khalila. Sikur mos e kisha bën filanin të afërt, sikur mos e kisha bën mik, sikur mos kisha dal me atë të mashtroje tërmat e poshtë e kështu me radhë. Pastaj thot: "Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani." Ai pra më ndaloi, më devijoi prej dhikrit, më devijoi prej dinit Allahut, pasi që më erdhi për kujtimi, më erdhi dini Allahut, e kom pat përpara duarve të mia. E kom jetu, çka ndodhi? E përqafoi dalaletin. E harroi porosinë e Allahut xhallahu ala. Ndërsa Allahu na tregon edhe na thot: "Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin." Ju esni në tokë, shifni se si ka qenë përfundimi i atyre të cilët kanë përgënjeshtruar. Edhe thot: "Awalam yasiru fil ard." A nuk ecin ato në tokë? Fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, që të shohin se si ka qenë përfundimi i atyre të cilët kanë qenë përpara atyre. Kanu ashadda minhum quwwa, kanë qenë me kuvet, me forcë më të mëdhoj se ato. Edhe kanë qenë wa atharon fil ard, edhe kanë pasur edhe gjurmë në tokë, kanë pasur pallate, kanë pasur piramida, kanë pasur pasuri, kanë pasur fuqi, ushtri. Mirë po çka? Janë bë i bret, janë bë i rnek për ata gjenerata të cilat vinë më vonë. A nuk e kemi parasysh ne, nuk e kemi qartë se shumica e musibete e fatkeqësive vinë prej gjunave të cilët pra njeriu i bën, ndërsa Allah subhanahu wa taala na e tërhoqi vërejtjen prej pasimit të shejtanit dhe tha: "Ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna." O bijtë Ademit, mos ju mashtroje, mos ju bëje fitnë shejtani, ashtu sikur se e nxori babain tuaj prej xhenetit.
edhe nënën tonë zori prej xhenetit. Pra, ju mori fitnë, u azbukuroi pak të keqen, edhe njerëzit pra u mashtruan, një sigurisht edhe sot. Sot e ke pas azbukurohet e keqja. Sa e sa harame i zbukurojnë edhe i rregullojnë edhe i ndreqin në shikim të parë duket e mirë. Mirë po në brendi krejt errësirë dhe mosbindje ndaj Allahut xhallahu ala. Prej shenjave të devijuarve është se nuk e marrin kriter ligjin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si kriter për njohjen e halalit edhe haramit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri", letruhen ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e tij, pra urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra edhe Kur'anin edhe sunetin. En tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, që mos i godas ato ndonjë fitne, ndonjë sprov, ose ka me i goditur ndonjë dënim pra i dhemshëm. Për të gjithë ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, letruhen. Allahu xhallahu ala, letruhen, le të kenë kujdes se ka me i goditur ato ndonjë fitne, ndonjë sprov, ose ka me i goditur dënimi pra i dhemshëm. Ndërsa njeriu, nëse i dorëzohet Allahu xhallahu ala, dorëzohet çka? Nëse dorëzohet udhëzohet. Dorëzoju Allahut, mos ju dorëzoju krijesave. Dorëzoju Allahu xhallahu ala. Vet fjala islam vjen prej fjalës istislam, që do me thonë dorëzim. Dorëzim çka? Dorëzim dëshirës Allahu subhanahu wa taala. Dorëzim ndaj asaj që Allahu subhanahu wa taala e don. Wa in tuti'uhu tahtadu. Nëse ju i bindeni atij, do të udhëzoheni. Bindu ju Allahut, bindu pejgamberit, do të udhëzohesh. Ndërsa me rebelim nuk fiton asgjë përveç se arrogancë në jetën e kësaj dunjaje, jetë vështirë në jetën e kësaj dunjaje, edhe xhehenem përhershëm pra në ahiret. Prej shenjave të devijuarve është se ju mungon sinqeriteti. Pra ju mungon sinqeriteti dhe Allahu xhallahu ala ka thënë, duke treguar se çka thot shejtani, se çka ka thënë shejtani në fillim. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Pasha o Zot krenarin tënde, krejt i devijoj. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, përveç se robrit e tu, të cilët janë sinqert. Pra robrit e sinqert mund t'i devijoj, mund t'ju bëje cytje, mund t'ju bëje vezvese, mund t'ju pengoje. Mirë po, nuk mund t'i devijoje. Pra nuk mund t'i devijoje pra besimtarët e sinqertë. Edhe prej shenjave të devijuarve është se nuk e kanë dert a e kundërshtojnë Allahun ose pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda", edhe kush e kundërshton të dërguarin Allahut pasi që t'i bëhet atij i qartë, e vërteta. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, edhe pason rrugë tjetër përpas rrugës së besimtarëve. Nuwallihi ma tawalla, kemi me elon në ato në atë çka është. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dhe më pastaj do ta hedhim në xhehenem sa vend banim i keq. Prej cilësive dhe prej shenjave të devijuarve është po ashtu se i pasojnë epshet e tyre, lezetet e tyre. Çka i thot epshi vet, lezetet e veta, pasionet e veta, ato i pason. Ndërsa Allahu xhallahu ala ka thonë: "Wala tattabil hawa fayudhillaka an sabilillah", edhe mos i paso epshet, se ato do të devijojnë prej rrugës së Allahut xhallahu ala. Prej sifateve të parafundit, prej shenjave të parafundit është edhe pëlqimi i mendimit vet. Shumë prej tyre, të cilët janë të devijuar, vetëm mendimi i tyre ju pëlqen. Allahu na ka treguar për këtë cilësi, e ka përshkruar faraonin. Çka ju ka thënë faraoni? Ma urikum illa ma ara. Unë nuk shoh se ju duhet pasojni përveç sa unë atë çka e shoh. Unë nuk e shoh se ju duhet pasojni diçka përveç sa atë çka unë e shoh. Unë atë çka e shoh si mirë, edhe ju duhet ta pasoni dhe ta shihni si të mirë. Unë çka e shoh diçka të keqe, edhe ju duhet ta shihni atë të keqe. Wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad, ka thonë, edhe unë nuk ju uzoj juve përveç se rrugën e drejtë. Pra faraoni e ka pëlqejt mendimin e vet. Vetëm mendimi i tij është i saktë. Mendimet e tjerëve pra nuk pranohen. Ndërsa thot Allahu xhallahu ala: "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat", kur atyre ju erdhën pejgamberët tonë me argumentet e tyre, farihu bima indahum min al-ilm, u gëzuan shumë për diturinë të cilën ato e kanë. Pra kur erdhën të dërguarit e Allahut që t'u tërheqin vërejtjen, një pjesë e tyre e madhe ishin krenar me diturinë. Me thonë ishin të gëzuar se kanë argumente kundër njëshmërisë Allahut, kanë argumente kundër pejgamberit, kanë argumente për liberalizëm, kanë argumente për degenerim, kanë argumente logjike e kështu me radhë. Pra u gëzuan me diturinë ata të cilët e kishin. Pra kur ju erdhën argumentet, pra krejt pra ishin të gëzuar. Edhe e fundit është se këta të devijuar gjithmonë e pasojnë shumicën.
Ndërsa pakica gjithmonë ka qenë të vërtetë. Prej te babai, një njerëzimit edhe deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vula e pejgamberëve, gjithmonë pra çka? Gjithmonë pakica kanë qenë ato të cilat janë rrugën e drejtë. Pra gjithmonë shumica kanë qenë të devijuar, ndërsa Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa in tuti' akthara min man fil ardi yudilluka an sabilillah." Nëse ti o Muhammed i pason shumicën për njerëzve, ato kanë me devijuar për rrugës së drejtë. Pra kush argument shumica? Mos të mahnite, thot Ibn Kaimi rahimahullah. Mos të mahnite numri i shumicës, të cilët janë pasues të së keqes. Mos u argumento me shumicën. E as mos u dekurajo veten tënde me pakicën të cilët janë pasues të së drejtës. Mos u dekurajo, ani se janë pak. Mirë, po ato janë në të vërtetë. Pra mbi të gjitha, pra është e vërteta. Nuk është argument numri pasuesve, pra shife udhën tënd përpara. Mos që se sa pasues ke mbas. Kjo është më rëndësi. Shife që ta ndjekish këtë rrugën e drejtë dhe gjithmonë lute Allahun xhallahu ala, ashtu sikurse e lutim çdo namaz, ihdina as-siratal mustaqim, pra na udhëzo në rrugën e drejtë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.